Kukaj feston 56 vjetorin, një ditë e mbushur me dashuri dhe dhurata të veçanta. Këngëtarja dashur shqiptare Violet Kukaj, një nga zërat më të njohur dhe të respektuar në skenën muzikore shqiptare, ka festuar sot ditëlindjen e 56. Një emër që për vite më radhë ka sjellë emocione nëpërmjet muzikës, sot është përmbushur me dashuri, urime dhe surpriza nga familjarë, miqtë dhe adhurues të mëshëmtë. Në këtë ditë e veçantë, Kukaj ka marrë një mori dhuratash dhe urimesh që tregojnë dashurinë dhe vlerësimin që gëzon nga të gjithë ata që e rrethojnë. Ajo ka vendosur të ndajë me ndjekësit e saj në Instagram sa momente nga festa dhe disa prej dhuratave të bukura që ka marrë, duke falendëruar me zemër të gjithë ata që kanë kujtuar në këtë ditë. Fotot e publikuara, Violeta rrezaton buzëqeshje dhe duket e lumtur e qetë, ndërsa ndjekësit e saj e kanë mbushur seksionin e komenteve me urime për shëndet, jetë gjatë dhe sukseset e mëtejshme në karrierën e saj. Një artiste që ka mbetur gjithmonë e thjeshtë dhe dashur. Violet Kukaj vazhdon të jetë një figurë e dashur për publikun shqiptar dhe kjo ditëlindje ishte vetëm një tjetër dëshmi e lidhjes së fortë që ajo ka krijuar me audiencën ndër vite. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.